arkitektur kjo ardhë. E këtë herë marrë ma ndryshe, këtë herë e kom pru diçka që u konë gjatë qasoj kohët që kom fillu me shkrujt, edhe tash u finalizu, shumë shpejt është promovimi. Pas ka marrë shumë kohë, 5 vjetë? Po, për arsye të punës dhe gjanave tjera që jam konë të i kalu, për këtë arsye nuk i kom dhonë shumë zarë për me shkruj shpejt, po u kry. Se Kopertina ka shumë pikturë të bukur, e ke bo vetë, se the që edhe me pikturë vetë se e marë. Po, kur vjen puna të digitalizimi i gjanave, unë s'ko mujtë me bo vetë, jem konë shumë specifik që ka kom kërku, faleminderit shumë, e ka bo një kinez, jam shumë i kënaqur me punën që e ka bo aj, po mbrëndësinë e librit e ka bo një shqiptar, Arbinin, njëkohësisht është kolegi jami, që jam shumë i kënaqur që ka bo. Bukur. Çka përmban Shegori dhe na trego pak kush është Shegori dhe çfarë ka të bëjë me ringjalljen e pyllit të vdekur? Me nxit komplet marrë qëto. Atëherë, Shegori është një prej karaktereve mistike, mitologjike shqiptare. Njëkohësisht emri Shegor vjen nga gjuha shqipe, që jam çuditë shumë kur e kam dëgju. Edhe është një krijesë shumë e bukur që e mbron pyllin. Ne e dim që prallat tona janë të bazuara mbi mitologjinë tonë. Edhe kam dashur me pru diçka më ndryshe, sepse për fëmijët, po realisht Shegori nuk është veç për fëmijë, është edhe për të rritën. Flet për dashurinë që e ka për krijesat që jetojnë aty. Po para se me ardhë krijesat në Mojster, që është një vend në Istog, gjithë ka ndodhë aty, edhe që unë kam portretizu me Shegorin, është mbi jetesën, mbi fatkeqësinë, jetesën mbi vështirësitë, edhe vdekjen edhe ringjalljen e tina. Çka e bën karakteristike është që kjo është i magjishëm, edhe kjo nuk e din, derisa motrat qiellore Bubullim dhe Orfeja e kthejnë në jetë, edhe japin shumë fuqi. Por e kemi dikën që nuk don me pa Shegorin t'u lulëzu, edhe t'u rrit pylli prej tina. I kemi do bulktha, edhe do brumboj, edhe do korba, do sorra, që vinë e sulmojnë të nkohen. Pra pavia e krejtë kësaj është jeta jonë. E ke lidhur me realitetin e jetës tonë? E kom lidh me normal, e kom lidh me realitetin e jetës tonë. Ne kemi pengesa, kemi njerëz, kemi situata të cilat na pengojnë, nuk na lejojnë me u rritë, me u zhvillu. Ka një herë ndodh diçka që ne rrezohemi, por ndodh diçka tjetër që na e ringjallemi, rritemi dhe zhvillohemi, bëhemi edhe më të bukur se që jemi konë. Kështu është Shegori. Ka diçka përmende Istogun, legjendë urbane që e ke lidh me librin? Po, diçka që unë jam fascinu mandej kur unë e ka marrë vesh, është që ciklonet më të mëdha në Kosovë ndodhen prej Istogut. Edhe unë kur kam fillu me shkrujt për Istogut, do me thonë kur kam fillu me shkrujt regimin, unë nuk e kam ditë ku me bazun cilin vend Kosovës. Unë kam mendu shumë, Kosova është shumë e bukur, edhe kam arrit me pa një përqindje shumë të madhe të Kosovës, edhe sinqerisht Istogu është një prej vendeve më të bukura që Kosova e ka. Ka qenë rast si Istogu apo ke u lumtu? Nuk, mandej unë e kam marrë vesh që në këtë vend, në Mojster, është një fshat në Istog, që me të vërtet kur bjen shi, aty nuk rren uje, se është pozita geografike, aty rrjedh uje, nuk rren uje në atë vend. Edhe unë e kam shkrujt në qatë formë, dhe me thonë historinë e Shegorit, që aty as nuk rritet as një bari, as kur gjë hec, edhe kjo është vetë. Do të rastësisht kanë gjasur rrëfimi yt me një lokacion në Istog. Po, edhe jam fascinu mandena me këtë pjesë kur e kam marrë vesh, por në botën prallore, gjithçka është ndryshe, funksionon ndryshe, zhvillohet ndryshe. Pse pralla? Sa ka arrit me e tregu të vërtetin që the brenda prallës është një realitet? Pse pralla? Pse përmes prallës me dalë tek realiteti? Pse? Po, mendoj që jena mush prej gjanave që na përcjellin për çdo ditë. Gjana të hidhuna, ka njëherë është mirë me ikë prej botës reale, me u fut në diçka tjetër që me na letu këtë dhimbjen që përjetojnë ato shta për çdo ditë, edhe mundimet, edhe streset, edhe gjithçka tjetër. E nëpërmjet prallës,
me ushliru pak prej qytin e seneve. Kështu që Shegori e për cilë që ato. Po, kuj ti dedikohet Shegorim? Kush mund ta lexoj? Kush mund ta kuptoj? Është sigurisht besoj edhe për ma të vegjlit apo jo? Nuk është veç për të vegjlit, është edhe për të mëdhejt. Teksti, dhe më thonë, shkrimi është prej, dhe më thonë, prej moshës 9 e tutje. Dhe më thonë, aje që apo dhe më thonë, është këgja fjallori pak ma specifik. Që mundet mos me u kuptua? Mundet mos me u kuptu prej fëmijëve, ma të vegjit që jenë, po mendoj, nande poshtë. Për atë arsyën e kam vendosë që është prej nande nalt, edhe kështu kam mendu që është ma efektive kur lexuesit të lexon për me kuptu. Sa është e vështirë me shkru pralla, një libër me prallë, me krahasu me zhandret e tjera? Nëse shohim të puna e prallës, nëse e shohim si zhandër prallën, nuk është shumë letë sepse ti dush me hinë nëse cilin prej karaktereve, me mendu si karakteret, me ec me to, me fol me to, me i përjetu karakteret. Ajo është njëna prej saneve. Gjaja tjetër që e bën nështë edhe të vështirë, është edhe audiencat të cilën ti donë me e prek. Unë një mundu me konë shumë specifik në kuptimin e mesazhit. Dhe me thonë, ajo që ka kom shkrujton është që një, me u knaq, 2, me përjetu qaj që e lexon, 3, me u knaq në kuptimin me përjetu, me ec me karakterin, me hinë qatë botë. Menoj që kom arrit me bo një gjatë tilë, edhe Shegori e për cilë qatë sanë. Njëjtën kohë, ne njihemi edhe për zanat e malit. Ka zana këtu a veç Shegori? Po, ka zanat malit, edhe është një mbretëria e Shegorit, është një vend të quajmë parajs, ku jo të gjithë kanë të drejtë me u fut atë. Do të me konë shumë i veçantë për me u fut atë. Është dhe kjo një zonë? Ajo është një prej zonave që e kam ilustru vetë, edhe është një prej karaktereve. Ilustrimet që ke bu vetë gjatë librit? Edhe brendësit librit këtu, që po i shohim këtu. Po, kretë. Sa bukër, për ndryshe shumë të bukra, kënë shumë unike. Me qenë se unë po ata mundësi me i po, provova mja prezentu pak edhe shikusve, por ata që dojnë më shumë besoj e gjenja edhe në liber. Duket shumë i kompletun për ndryshe Albert libri. Faleminderit. Qa sa mujta edhe me shfletu, duket gogja interesant. Për fëmijët pas ka ilustrime, ndërkohë për moshë... Ne Kosovarët nuk shkruajmë fort për rrëfimet të tilla në prallë. Ku e gjete frymëzimin që me prallë të bësh diçka, plus si gjenerat e re, që përmes prallës me thonë shumë çka. Atëherë na, si që dim, ne kemi pralla në letërsinë tonë, po nuk është që kemi pralla gjata. Kjo është një prallë me gjatë që ka vazhdimësi, do me thonë, nuk nalet me 3-4 faqe, ose me, leta themi, me 20.000 fjallë. Kjo është me gjatë, e në kategorinë e novelës, po është me shkurtë se novela. është një nocion që quhet novel, nuk është novel. Mandej ka edhe elemente tjera që e përmbajnë Shegorin, prallën, ma karakteristike, ma interesant, edhe gjaja tjetër është që s'jemi të shkru, nuk jemi të shkru pralla, pse mos më shkrujt pralla. Kur jem konë fëmi, baba e ma bëjke, hajtë që shkoshit na pak men, se jem konë naj fëmija që jem lazru ma srëmë të nashta. Edhe kom thonë, një ditë kom me shqit men. Ka ardhë koha të ashtë. Ardhë koha me shqit men, po. Mirë, Albert, shumë shpejt të promovohet libri nga që endë nuk është promovuar zyrtarisht, apo jo, na tërgo pak detaje. Ende nuk e kemi vendos kur ka me u promovu, jemi të e planifiku, halon nuk e di ku ka me u planifiku, do me thonë ku kemi me promovu, se di hale. Në thotë detaje tjera, besoj së shpejti mundë me i marrë. Po, detajet, ata që jenë të më përcjellë në Instagram, unë jem ideali me fluk gata, po, që aty jem të bo kretë postimet. Po pas kanë rritë halo flok. Po, hale mu kanë rritë flok, të i kom preje që të shto. Mandej, aty po mendoj për i boj postimet kur ka me u bo promovimi i librit,
Nuk e di sakt hale, shumë kam tentu me bo në djetor, po s'po bohet me sa duket, për shkak se djetori është shumë i zonën. Nuk di pse mendoj që tramvera është me dur për prova. Ama qenë ka shumë për kohën e fund vitit. Apo? Shumë qashtu imaginativ, koha, ki pak po shem, një prallë gjatë e mirë. Jo, mu po mlajmë për shtype personazhet, emrat e personazhëve, ka gjithë kë emën, Andeni, Rudini, Mojstiri, Ruda, Rudina, Kaluan, ka këta emra. Krejt që ta emna, jenë emnat vjetër ilë shqiptar. Unë jem fasionu qëfar emnat bukur kena. Anden, Andar, po, ka që do emna shumë interesant. I kom googlirat një herë, s'kom mujtë me besu, diri sa më shku në librari, më fajnë në bibliotekë këmëtare, kom lyp për emna Shqip, edhe kom dash me bo diçka që ka është e jonja, që ka në prezentan neve si kulturë. Edhe i kom gjetë që ta emna i kom përdor. Njani prej antagonistëve në prallë është një bulkth që është shumë t'inzar edhe këqyr gjithë shka me hongër edhe me përpi edhe që është që kena do njerëz njëtën tonë. Mu gjithë më kanë thonë stërce, se unë jem konë qasi stërce që ka këqyr më përzin të randë. Edhe e kom përdorë që ata si emën për me ja përngja bulkthet. Do të përveç rrëfimit tënd, imaginativ është hulumtim të ren. Nuk është hajt imaginat shpejt. Nuk është se unë e kam mendu këtë gjashëm edhe jem fellu këtë gjashëm. Janë një vjetë e gjysë unë veç që jem konë të shkrujt draftin e parë. Edhe nuk isha shumë i sigur derisa e kom qu draftin e parë të dikush që ka një huri mbi shkrimin. Edhe kur e kom marrë një farë dritë e gjelbërt prej tyne, jo vetëm prej një personi, po prej disa personave, atëre kom di që jem në rrugën e duhëm për me shkrujt. Bukur. Edhe qështo. Po e gjete qatë piknisjen e kitë këti rrëfimi? Thash... U të lindi që ke imaginata për krejt njërë prallë ka gjithë gjatë? Të më thonë, gjatë kohës të koronës, bile nëse nuk gaboj, me një herë mëse e kom kry intervistën me Gonxhën, sinqerisht, po të thëmë, po... Unë e të kom inspirua? Po, njëkohësisht, po. Unë i kam disa njerës shumë të mirë për rrath që unë jem shumë falendërus që i kam. E kemi ka një person në jetën tonë që na fletë në një formë ose tjetërën, ose na inspiron për me vazhdu tutje. Njëkohësisht, unë e kam një shoqe, Dorentinën, ajo është bestseller author në Amazon, është... S'muj me mu bo si ajo, po e kom gjetë edhe inspirimin të ajo. Edhe gjatë qasoj kohës të koronës, që se s'po du me ma shumë kohë, po gjatë kohës të koronës, unë jem konë sinqerisht të ledzu te për shumë, edhe njëtën kohë dhe jem konë të pikturu. Po gjatë qasoj kohës e jem konë të pikturu, bile njona prej pikturave që u konë në studia, është ilustrim në libër. Sa bukur. Edhe qashtu jem inspiru, të shpia, unë për para shpis kam shumë drojnë, unë e kritisht isha njerëzit të bloku mrena na për banesa, unë u knasha të pi kafe, të ledzu, i kësë njerëzit atë. Si po e pret ke knatësin të anë pas premierës? Qka po pret për fund? Nuk e di. Këto ose kom u djegë unë e te për keq, ose kom e fitu shumë. Se po me ndonë ki mu djegë? Nuk e di që shë pret publiku, nuk e di që shë pret kritika. Unë prej redaktorës, Albanës, e kom marrë një feedback shumë të mirë, të shohim tash kritika se qka për nga thotë. Mirë, jemi drejt fundin, nëse keni edhe ndonjë pyetje Enes për, sepse nisim për ndryshe kemi dhe shkrimtar këtu në studio, edhe mundet me bo një kritikë pas taj edhe mas që ta lexon librin për ndryshe, Albert, kënaqësi shumë e madhe sa ardhë që të kemi. Të inkurajoj me promovimin para vitit të ri. Me shumë qatë. Këtu e bone një pjesë promovim, përse shumë shpejt të dalin në për librarit Kosovës, është e ke shpërndara po ende? Hale, sa nuk di, zja që au të bo. Mish besojmë sa më parë me ditë që shka. Para se me përfundu, vish a mu me i thonë dykujna falimderit, se më kisha te për keq me mësë mi thonë falimderit. Tu i shlirë. Unë, fatkeqësisht, duna me thonë se shumë këm kërsit prej natit, kur nuk e kom marë. Kom apliku për një grant Ministrit Kulturës edhe nuk ma handonë, edhe shumë jem dëshpru se shumë kom menu që kam me madhonë, edhe s'ma handonë. Edhe në krejt këtë zalamahi, këtë katastrofë që, për mu konë katastrofë që unë e kam prisë shumë që kam e marë. Mu ka afru Bashkia Popullit Zotit, më ka një mu me printu njëtën kohë, Artur Krasniqi më ka një mu me pru këtë libër njëtë, edhe redaktorës Albana Beqiri, e cila ma ka bo
librin pas një pare. Edhe nuk e dija ka me mri në herë me ja këthy krit punën që e ka bu. Shumë mirë, Albesh. Shpresoj që mos më pas të lashet të tilla dhe uroj që edhe Ministria e Kulturës atë mos bëjmë qoftë dallime apo të arriti shpërblej gjithë ata që e meritojnë këtë raste edhe ty.